Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Angazhimi i komunitetit shqiptaro-amerikan në politikën amerikane është një dëshirë e kahershme e shqiptaro-amerikanëve. Shpeshherë ne, duke mos pasur përfaqësuesit tanë, si në politikën lokale, ashtu dhe në politikën qendrore, jemi drejtuar për lobizëm personave miq tanë Amerikanë të cilët na kanë ndihmuar për çështje të tilla madhore si ç'është edhe çështja e Kosovës. Por ka ardhur koha dhe është fatmirësi që shqiptarët po binden që është e nevojshme një vet angazhim i tyre. Jemi sot në një event fondmbledhës për të zgjedhur senatorin e ardhshëm në Lansing të zonës numër 9 elektorale këtu në Michigan, zotin Renis Nushaj si senator në shtetin e Michiganit. Renis është një avokat i njohur në mjaft vite. Ai ka shërbyer komunitetit shqiptar në çështje të ndryshme që kanë pasur në çështje juridike. Është një person me një njohuri të thellë e të gjerë, jo vetëm problemeve juridike, por dhe problemeve shoqërore. Ai e sheh këtë angazhim dhe zgjedhjen e tij në Senatin në Lansing si një hap mëtej, jo vetëm për të në karrierën e tij politike, po për komunitetin shqiptar në përgjithësi, i cili e mbështet atë pa dallime partijake, por edhe në angazhimin për zgjidhjen e problemeve jetësore të shqiptaro-amerikanëve, por dhe të gjithë amerikanëve që jetojnë në këtë zonë, siç edhe na përmendi në intervistat që kemi bërë me të, në probleme të ndryshme juridike që ka të bëjmë me marrjen dhe ndarjen e drejt për drejt të taksave për qytetarët amerikan dhe shpërndarjen e këtyre taksave nga shteti tek individët për të shërbyer mëtej përmirësimit ekonomik të infrastrukturës, siç janë rrugët apo dhe problemeve të tjera shkollore të tjera. Në nismën e tij, Renisi është mjaft i hapur për qëllimet e veta, gjë që ka gjetur mbështetjen e gjithë komunitetit shqiptaro-amerikan. Ne jemi sot në këtë event dhe do të pasqyrojmë zhvillimet e tij. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne jemi kurdoher aty ku ndodhen shqiptarët, sidomos shqiptarët e suksesshëm dhe aq më tepër shqiptarët që synojnë të futen në politikën amerikane. Kem këtu me mikun tonë, Renis Nushaj, sikurse e dini, ai po kandidon për senator në zonën e 9 në Senatin në Lansing në Michigan, dhe ne përfitojmë nga rasti që jemi pjesëtar këtu në një event nga komuniteti shqiptar, nga zoti Kol Ivanaj, për ta pyetur se si po shkon fushata e tij elektorale. E bona pyetje. Rafael, faleminderit, është një kënaqësi që ti kem prapë këtu së bashku me ne. Fushata është po shkon më së miri, jemi shumë të kënaqur me çdo aspekt të saj, duke filluar nga ato më të thjeshta dhe më banale që janë nganjëherë, që është ngritja e fondeve, edhe deri ka ato më të rëndësishme që është kontakti me njerëzit, kontakti me komunitetin, janë gjëra që me të vërtetë na japin shpresë për të ardhmen e kësaj fushate. Jemi temasë të kënaqur. Natyrisht edhe komuniteti shqiptar kërkon që të ketë shqiptar të angazhuar në politikën amerikane, atë lokale dhe atë qendrore, e natyrisht ata ju mbështesin. Nga ana tjetër, unë kam një pyetje disi, çfarë mund të bëni ju të veçantë për shqiptarët? Dhe atë ta jap me kënaqësi përgjigjen e saj. Dhe është e vërtetë që shumë të drejtë që kontributi i komunitetit tonë ndaj kësaj fushate dhe fushatës së gjithë shqiptarëve që janë duke kandiduar për koincidencë në këtë sezon, ka qenë i mahnitshëm, i papërsëritshëm. Edhe unë personalisht jam temas e mirënjohës për atë. Edhe jam i sigurt që edhe Suzana dhe Robert janë mirënjohës gjithashtu. Por që të përgjigjem pyetjes tuaj, çfarë mund bëjnë shqiptarët në lidhje me këtë? Shqiptarët do jenë ndryshimi, do bëjnë diferencën mes fitores dhe humbjes në këtë fushatë, në fushatën tonë. Zona jonë është ajo mes Troy, Rochester Hills, Sterling Heights, Utica edhe Shelby Township. Kjo është zona ku jeton shumica prej nesh. Detyrimisht angazhimi i komunitetit tonë do sjellë dhe ndryshimin në fitore ose në humbje. Duke pasur parasysh atë, kontributi im personal ndaj këtij komuniteti
është dhe ka qenë gjithmonë maksimum dhe do të mbetet gjithmonë maksimum. Ashtu sikur se kam përfaqësuar këtë komunitet si avokat prej 16 vjetësh dhe pastaj para asaj kohe kam punuar në gjykata për vite të tëra përpara dhe kam përfaqësuar këtë komunitet me dinjitet, me kënaqësi, me dashamirësi. Një gjë do të bëjmë edhe në këtë realitet të ri, nëse fitojmë ashtu sikur se do fitojmë këtë fushatë. Roli i një senatori është roli ligjvënës, është roli një legjislator. Për ne si komunitet, kjo është një nga ato barriera që nuk kemi pasur mundësi ta anashkalojmë dhe ta mbikalojmë. Është e nevojshme që ta bëjmë atë. Nëse do japim vlerë këtij komuniteti në të ardhmen, duhet të japim kandidat që e përfaqësojnë atë në rangjet më të larta ose nga më të ultat ke më të larta, pa këndësi ka ku është. Në aspektet politike kjo ka qenë një nga ato fatkeqësisht një nga ato zona ku neve nuk kemi qenë aq suksesshëm sa duhet. Sepse ashtu sikur se edhe ju e dini, politika është sport profesionistësh. Shumë herë kandidatët tanë gjatë viteve thjesht kanë ngritur dorën për një sezon politik dhe pastaj kanë vazhduar më parë kur s'kan fituar. Unë, Suzana, Robert, jemi të dedikuar ndaj rezultatit. Kjo do të thotë në botën time që neve do të jemi këtu mbas kësaj fushate për këtë komunitet ashtu sikur se kemi qenë për këtë komunitet më parë. Prandaj jam opinionit që dikush që përfaqëson komunitetin në mënyrë vetvetio, në mënyrë reale dhe ka bërë këtë për vite me radhë, do të vazhdojë ta bëjë këtë në të ardhmen me sukses gjithashtu. Kjo është në parim. Po si specifike, a keni një target, një objekt që i intereson komunitetit tonë? Po, shiko, në fund fare, komuniteti jonë është pjesë e komunitetit më të madh të zonës këtu. Edhe çfarë probleme kemi neve këtu sot? Ka një seri me probleme që me cilat ballafaqohemi çdo ditë. Edhe bëja këtë muhabet me Nusën jo më larg se sa sot mëngjes. Mbaj mend jo kur para 10 vjetësh, ta jap si periudhë kohore. Me $100 mbushim atë grocery cart dhe mbushim plot me ushqime. Okay? Edhe s'kisha vend më çat fusi aty brenda. Sot realiteti është që nuk e di çfarë blen me atë $100. Blen, nuk e di, ca kryce dhe dhamë është edhe një shishe qumë është. Ky është një realitet me cilin po ballafaqohemi që të gjithë. Ka shumë arsye pse nga vjen kjo. Dhe zgjidhjet janë të shumë llojta gjithashtu, po unë do të jap një. Dhe kjo do na vlet gjithë neve si komunitet shqiptar, po si komunitet anë mban gjithë zonës. Kemi një koncept që ligjor, që quhet revenue sharing, ku shteti i Michiganit, legjislatura, kaloi një ligj, edhe ky ligj është edhe si statut, edhe është në kushtetutën e shtetit të Michiganit, ku për çdo shitje që bëhet në shtetin tonë, 4 cent nga i 6% që i vim taks shitjes, shkon, supozohet që të ketë mbrapa ke komuniteti, ke qytetet ku jetojmë ne. Ato fonde, persona si ky individi kundra cilit unë po garoj, vendosi para shumë vitesh që nuk do e kthejnë më këtë komunitet, po do e mbajnë dhe shpenzojnë për veten e tyre, për arsyet e tyre. Çka ka bërë ajo? Ka bërë që qytetet tona nuk kanë më fondet mjaftueshme për të kontrolluar dhe për të rregulluar ato gjëra që duhet kontrollojnë dhe të rregullojnë. Për shembull, nëse do që të rregullosh një rrugë në qytetin ku jeton sot, çfarë ndodh? Është që qyteti nuk ka më fonde, sepse nuk i ka më atë 4 cent për çdo shitje që e kishte më parë. Detyrimisht çfarë bën? Ti do të rregullosh një rrugë, ata thonë ne do të ngrim taksat. Ti do të rregullosh një shkollë, ata thonë do të ngrim taksat. Po gjithmonë flasim për mileage, pra atë faktorin që shumë fishohet gjatë gjithë kohës në taksat. Dhe ne si komunitet, në një farë mënyrë po paguajmë për gjithçka 2 herë, 3 herë, sepse ti po paguan taksa në mënyrë që të rregullojnë rrugët, në mënyrë që të rregullojnë shkollat, në mënyrë që të kesh drita, elektricitet, tash në çdo infrastrukturë që ekziston poshtë e larg rrugëve, edhe pastaj në fund fare çfarë ton. Jo, po në mënyrë që të rregullojmë këto, në mënyrë që të mbajmë këto, duhet të rrisim taksat edhe një herë. Dhe ajo, duke qenë se taksat arritën vazhdimisht, normalisht kemi më pak parë në xhep për të konsumuar ato, për të përballuar çdo aspekt tjetër të jetës. Edhe aftësia jote blerëse nuk është më e njëjta. Pa, a keni ju mundësi, po të keni pozicionin e senatorit ta bëni këtë ndryshim? Për ditën e tërë natën. Nëse do jetë një gjë që do bëj, edhe një gjë që ka, sepse ka efekt disproporcional në zgjidhjen e këtyre problemeve ekonomike që neve po përjetojmë në shtetin tonë. Po të rregullojmë këtë një problem, dhe të fillojmë të kthejmë në komunitetet tona këtë aftësinë që kemi me të drejtën tonë kushtetuese fundi e fundit, që të kemi këto fonde të vim brapa në qytet, ne kemi zgjidhur gjitha këto probleme. Për mendimin tim, ajo është oportuniteti numër 1. Ne kemi folur edhe më parë në Senatin e shtetit të Michiganit, për cilën unë po garoj, ka 38 senator. Nga 38 senator kemi vetëm një avokat. Kjo do të thotë, për opinionin tim modest, që nuk kemi aq njerëz të duhur aty brenda që të japin zgjidhje këtyre problemeve. Edhe imagjinoj si në jetën tënde. Kur e merr telefon avokatin? Gjithmonë kur ke një problem dhe kërkon një zgjidhje të atij problemi. Avokatët janë trajnuar nga profesioni
që t'japi zgjidhje problemeve. Kur merr mua në telefon, nuk merr telefon që thjesht bëjmë muhabete, bëjmë llogje, po do zgjidhet problemeve. Detyrimisht, ky është një nga ato probleme që shikoj unë dhe zgjidhja e tij është zgjidhje legjislative, zgjidhje që do të thotë vjet nga avokatët. Për sa kohë kemi një avokat në 38 mundshëm, shanset do të jenë zero. Ne duhet dërgojmë në këtë vend, jo si ai oponenti im që shet siguracione në profesion e vet, po duhet dërgojmë ata njerëz që janë të predispozuar për të zgjidhur problemeve të reale që ka komuniteti jonë. Ju garoni për Partinë Demokrate. Çfarë ju lidh ju me Partinë Demokrate? Gjithat mirë dhe gjithat këqijat kam përshtypjen. Shiko, unë si shumë prej nesh në komunitetin tonë, kam qenë demokrat që nga kohë ka qenë Bill Clinton president dhe normalisht ai ndërmori veprimet që ndërmori ndaj luftës edhe probleme që patën Kosovën në 99-ën. Por gjithashtu detyrimisht Partia Demokratike dhe Partia Republikane janë parti madhore. Përfaqësojnë secila gjysmën, presupozohet gjysmën e popullatës të Amerikës, që është 340 milion persona. Kështu që nëse do bëjmë atë llogarinë, edhe 170 milion njerëz të këtij vendi janë demokratë, janë asjellë gjithashtu janë republikan, është e vështirë të mendosh që këto dy parti në mënyrë të përsosur përfaqësojnë opinionet e çdo individi që është antar i secilës parti. Në zonën tonë detyrimisht unë jam i opinionit që problemet që kemi janë të një natyre që nuk reflektohen kollaj nga partitë, sepse nëse rrugët e komunitetit tonë janë të prishura, pak rëndësi ka kush i rregullon ato, demokratët apo republikanët. Rëndësi ka kush e bën atë punë. Dhe neve në një farë mënyrë flasim për rrugët, flasim për infrastrukturën. Çfarë na ka ndodhur është që të dyja partitë na kanë lënë mbrapa. Nuk është se njëra ka dhënë zgjidhje, tjetra nuk ka dhënë zgjidhje. Ne jetojmë një moment historik, po jetojmë një moment të jashtëzakonshëm. Dhe unë jam e opinionit që momentet jashtëzakonshme si ky ka nevojë për zgjidhje të jashtëzakonshme. Dhe momente historike ka nevojë për persona që japin vlerë aspektit dhe momentit historik në cilin jetojmë. Ti fole për Bill Clinton. Se unë dje kur deponoi për çështjen e Epstein. Kjo po bëhet tragjedi mbarkombëtare për mos thënë internacionale. Edhe sa më shumë kohë kalon, aq më banale bëhet. Normalisht ne jemi shqiptar edhe vim nga një botkuptim krejt ndryshe. Vlerat tona familjare janë tilla që nuk reflektohen nga këto realitete mondane me cilat po ballafaqohemi si kom. Për ne familja është e shenjtë, për ne komuniteti është i shenjtë, për ne aftësia për t'i dhënë mbështetje njëri tjetrit është e shenjtë. Dhe të kesh këto lloj akuzash, këto lloj realitetesh me cilat po ballafaqohemi, qoftë nga njëra parti, qoftë nga tjetra, qoftë nga një president, qoftë nga tjetri, është me të vërtetë allahtarshme, kështu që s'di çfarë them. Tash ti si ndihesh ti tani që jemi në një biznes shqiptar që kërkon të mbështes ty? Kjo ka më rëndësi, por ajo pyetja tjetër ishte që i ndërguese. Ne sot jemi ke Nikos Import and Export, që unë i kam miq për kokë, zoti Kolibana dhe gjithë familjen Ivana, unë teknikisht jam i lidhur me ta familjarisht për arsye se jemi të martuar me ata, antar familjes time janë martuar me antar familjes tyre. I kam njohur për vitesh edhe para se të kishim këto lidhje martësore. Edhe ata janë njerëz mrekullueshëm dhe ky biznes është një farë mënyrë emblematik i gjithë bizneseve shqiptare në zonën tonë, në këtë distrikt. Ne jemi brenda distriktit për cilin u përgaroj. Edhe në fund fare, kur bëra analizën lidhje se ku do të shkoja, se çfarë pozicioni do synoja, kjo ishte një nga analizat që bëra. Sepse doja të përfaqësoja jo thjesht një vend kot. Doja të përfaqësoja komunitetin tonë, aty ku është komuniteti jonë. Komuniteti jonë është këtu. Mbështetja e familjes Ivane, mbështetja e Nikos Import, mbështetja e bizneseve shqiptare ka qenë ajo që faktori kryesor në suksesin e fushatës tonë deri më sot. Edhe ka përshtypjen faktori kryesor që do na japi zgjidhje dhe do na japi zgjedhjen e duhur kur dy fundi fushatës. Ne të urojmë si të gjithë shqiptaro-amerikanët fitoren, jo vetëm se ti je shqiptar, por me njohuritë tuaja, me aktivizmin tuaj e meritoni për të qenë në një pozicion të tillë që do t'i sjell nder, por edhe mirësi edhe komunitetit tonë. Dhe ju faleminderit për angazhimin tuaj. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit televizionit shqiptar që është gjithmonë i pranishëm gjitha këto evente. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë event fundraiser për Enis Nushajn, jemi në bizneset e një shqiptaro-amerikani, një aktivisti të quar komunitetit shqiptar me origjinë nga Malësia e Madhe, me zotin
Kol Ivanaj, i cili po mbështet Renisin në fushatën e tij zgjedhore. Kol, si e vlerëson faktin që disa shqiptar janë aktivizuar për të zgjedhur dhe si duhet veproj komuniteti shqiptar për të arritur që këta të zgjidhen? Me të thënë të vërtetën se kjo është një jo vetëm kënaqësi, kjo është një krenari që të rinjët tanë sot po mërin të shkojnë në gara, për shembull siç janë këta të Rinis Nushaj, Suzan Shkreli dhe Robert Gjuraj. Duhet t'i mbështesim, mbështetja jonë është shumë e rëndësishme, jo vetëm me fonde ose me para, gjëja që është më kryesore është t'i mbështesim kur të vinë koha për të votuar për këta. Domethënë duhet bërë regjistrimi, nëse je i takon Partisë Republikane, të regjistrohesh të shkosh në Partinë Demokrate vetëm për të votuar për shqiptarët ta. Shqiptarët duan që të mbështesin kandidatët shqiptarë, pa ndodhur më parë deri tani 3 persona në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet qendrore, siç është Roberti, apo Suzana si kandidate për sekretarinë e shtetit, një gjë mjaft e rëndësishme, një pozicion i dyti në radhë pas guvernatorit të shtetit. Por shqiptarët kanë një defekt, them unë. Nuk regjistrohen, apo mund të regjistrohen, por nuk votojnë. Cili është apeli juaj në këtë mes? Me të thënë të vërtetën se kjo është një problem që neve shumica e shqiptarëve nuk i japim rëndësi, domethënë nuk e dim rëndësinë se çfarë do të thotë me votuar. Edhe te i kalohet kjo gjë, hajtë se vota ime s'do të bëjë efekt, do i gjë diferente. Edhe kjo është një gjë shumë e gabueshme. Domethënë për mua më rëndësi ka të angazhohet votimi për këta njerëz se kanë edhe fondet, bashkimi i fondeve për këta njerëz. Pra më rëndësishëm është votimi drejt për drejt, mendoni? Absolutisht. Votimi është shumë edhe ishte me kënë shumë e mirë që të bëhet edhe një angazhim, domethënë për shembull siç e ka kjo Suzana Shkreli, kam menduar unë se bëhet në mars në Kobo Hall. Jam të menu me si kime kënë me organizu disa autobuza, të cilët njerëzit do të bashkohen të kisha, dhe pastaj shkojnë kisha të shkojnë të Kobo Hall për votime. Arsyeja është se disa njerëz ndoshta u duket për tonë është larg, mund të shkojnë. Edhe tash është edhe koha e keqe, dimri e njerëz janë do të më shumë, domethënë votimi ka shumë të bëjë me këtë gjë. Edhe i sugjeroj të gjithë shqiptarët që sa më shumë të organizohen, të dalin në votim për këta njerëz tanë. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu kemi aktivistin e njohur të komunitetit, Joseph Dedfukaj, avokati mirënjohur, i cili është në këtë event për të mbështetur kandidatin për senator në shtetin në Lansing, në shtetin në Michiganit, Rinis Nushaj. Pyetjet tona kanë bëjnë me ju si aktivist i mirënjohur i komunitetit. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët që të jenë më aktiv në politikën lokale dhe qendrore? Shqiptarët duhet të ndihmojnë këta kandidata që janë shqiptarë, më regjinë shqiptare, sepse këta përzemërsisht e dinë situatën tonë e dëshirat tona. Si mundesh me komunikua me shqiptar tu, nuk mundesh me komunikua me asnjë kohë tjetër. Edhe spakut i tunë gjatë jeta, domethënë se shumë të rëndësishëm. Këta e dinë edhe ato problemet tona lokale, edhe ato problemet tona federale. Kështu që për mendimin tim, tanë shqiptarët që janë në shtetin e Michiganit me këtë vit 2026 kanë shans dhe potencial për me bën një gjë që është aq e fuqishme për ne
si shqiptar, jo vetëm këtu në Michigan, po në 4 anë të botës. Një përfaqësues në Kongresin Amerikan, Robert Gjuraj, ke ma të shansë. Duhet me mbështet financialisht, si për shembull sot jem të me bani një fundraiser për Renis Nushaj, pram kem bani fundraiser për Suzana Shkreli, edhe ma parë kem bani fundraiser për Robert Gjuraj. Kështu që duhet me mbështet këta kandidat, sepse e mendoj që zbashkut mujnë me pas një peshë të ranë për drejtat tona në shtetin e Michiganit, në mënyrë federale edhe botërore. Kështu që sonde, po të thëmë, jem këtu për Renisi Nushaj, Renisi janë shumë i meqim, advokat, të 3 kandidat janë advokatën, janë njerëz të meqim, nuk ishin me kanë advokatën mos me pas atë aftësi. Këta ka një disa ide shumë të mira, megjithse për shembull 2 prej këtyne kandidatëve janë demokrat, një është një republikan, barabar të 2 partit duhen, sepse prej idejave partijake ose idejave individuale dalin zjanat e mira. Kjo pëse nëse merren në mënyrë njerëzore. E di se tash kohës fundit, ndoshta diku në 15-20 vjet, kanë pas këto parti pak ma shumë egersi, sa kanë pas historikisht, edhe ajo është më jo gjithë e mirë, sepse atër futen i nadet partijake edhe për popull nuk del gja pozitive. Gjithmonë ideja e qëtë diçka pozitiv. Nga ana tjetër, ju keni qenë prezent, keni mbështetur edhe kandidat amerikan historikisht tu në shtetin e Michiganit, po shqiptarët kanë ngelur të zgënjur nga zgjedhja e tyre. Kësa herë kemi të bëjmë me shqiptarët, është diçka më tepër, është diçka më me zemër, më patriotike, por natyrisht synojnë të zgjidhin probleme që ka komuniteti shqiptar, por dhe komunitetet e tjera. Si e shihni involvimin e komunitetit shqiptar në këtë mes? Involvimi i shqiptarëve në këtë moment është i ndryshëm. Pse? Sepse Roberti ka lind në Amerikë. Suzana Shkreli ka lind në Amerikë. Këta 2 kandidat janë Amerikanë. Me gjithë se me aksyr emnat e tyne, mbi emnat e tyne, e shihet se janë me origjinën shqiptare. Nuk e di se si kanë me pas potencialin me atë aspektet të kandidaturës tyne, se këta, me gjithë se Amerika duhet me pas diskriminim, mund tjetë një parë diskriminimit gjatë votave nga Amerikanët e Michiganit. Sa ka me pas pesh ata, nuk e di, por me qka shovet, sot për sot, ata e kanë fushatën shumë të fort, më dhanë Robert Gjuraj ka fushatën e fort, kandidati që janë kundërshtar, e ka emnin, adin Mike Bouchard Jr., Mike Bouchard si sherifi i Oakland County, a i mund të fitoj diçka në bazë të emnit, por se sa përqine nuk mundet kur kush me dit. Por Amerikanët e di se kur shkojnë me votua, problemi është kjo, për Robertin. Kur shkojnë me votua, shumë herë nuk i njohin njerëzit që janë në ballat. Kështu që ai emën që u tiglon ose që u shkon ndërmet, ajo ka një indikim edhe të zgjillin edhe me gjithë se s'din fare se kush është ai ose prej çka reprezenton. Ky fenomen quhet name recognition. Name recognition, exactly. Dhe mund të kesh një mbiemër Lul Gjuraj dhe mund të jesh më i njohur. Mund të jesh. Si çishte Buttigieg që zgjodhen thjesht nga mbiemri se tingëllonte i veçantë dhe nuk e njihnin vetëm nga ai mbiemër. Në këtë mes mendoj se kjo mund të kthehet në element pro në favor të tyre. Mund të kthehet në element pro, por menimi jam për me sigurua fitoren, Robert Gjuraj, ai duhet me kryua name recognition. Si me kryua, menimi jam është, duhet me dalë dikun 200 shqiptar, që i pranojnë, që i jetojnë në atë distriktun e tina, në rajonin e tina, për me e vun këtë, si që ka për shemë Renisi, me e vun këtë campaign slogan, ose çdo makinë, do më thënë, ndert pasenxherit, edhe ndert të shoferit. Matë ma se qka është kjo, e në atë distrikt heret. Qysh tash, jo me prit 1 muaj ose 2 muaj për pare, sepse nuk mund është me kryuar name recognition atë shpejt. Ajo është për fenomenon, të me thane, marketingut. Kështu që
në kjo sens se nuk e përdor atë metodë, ka me pas një problem, domethënë me këtë name recognition kur t'jetë zgjidhjet gusht me 4 për Robert Djuraj. Gjithashtu edhe Suzana Poroz për Suzanën është pak më ndryshe, sepse ajo e ka për me dalë si kandidat në mënyrë të elektoratit. Pra është me zgjedhje ndryshe, nuk është me zgjedhje hapur, është zgjedhje brenda partisë. That's right. Është zgjedhje brenda partisë, është zgjedhje jo vetëm lokale, po shtetënore, domethënë të gjitha zonat. Për shembull, në Macomb County, 1000 vetë mund me votua për Suzana Shkelin në Cobo Hall, ose Huntington Center, që i thonë sot për sot, edhe 1000 vetë votojnë prej Macomb County, po vetëm 276 domethënë i njihen. Kështu që duhet me fitua jo vetëm Macombën, po duhet Macomb, Oakland, Wayne e dhe gjitha krahinat e shtetit. Është çik më e vështirë pa mbështetjen e partijake, dhe ajo e ka mbështetjen partijake, po duhet edhe name recognition. Name recognition, fatkeqësisht ai kandidati që është kundërshtar, domethënë e ka emrin se kanë Lieutenant Governor i Michiganit, Gilchrist, edhe ai fatkeqësisht u fut tash në kohës fundit, se pasen për governor nuk ka shans për me fitua, edhe i qet problem Suzana Shkelerit, sepse ai e ka shtetin e partisë, ka edhe emrin që është i njoftun, por në tjetër anë, domethënë Suzana Shkeli ka energjin, është femën, është e re, ka ide të reja, domethënë ka shans e potencial shumë të mirë, po duhet mbështetja jo vetëm prej shqiptarëve, por krejt shtetit Michiganit. Edhe strategjin për çka shoh e ka të mirë. Ajo duhet edhe më fokusuar në këta në vjetërsi, se kjo partia demokratike ka shumë njerëz që votojnë që janë të vjetër. Domethënë në moshën 50 vjetë përpijet. Kështu që bingo centers i nevojitën e sajna, duhet me pas një strategji domethënë me tërhiq këta persona. Për këtë mosh, po s'ka rëndësi mosha për ta. Ka rëndësi për me i prun njerëzit nga për shembull Kent County, Ingham County, Chippewa County. Duhet me i prun për gjithë rajonet e Michiganit. Atë ditë me votu për ta. Edhe duhet me kanë të regjistruar demokrat. Edhe kjo është më e vështirë teknikisht, po them. Është shumë më e vështirë teknikisht. Por për ata duhet me bën strategjin për me mbledh atë sa ke nevojë vota prej çdo vendit në shtetin e Michiganit. Kurse Renisi ka potencial për këtë primary, se është domethënë shkalla e parë është primary për të fituar, aty s'kam dyshim që ka me fitua. Aty fiton. Por kjo general election ka me pas kundërshtarin republikan, i cili është incumbent, domethënë është në stol. Ai është një problem jo i vogël, por edhe një problem i madh. Ai njihet, njerëzit nuk kanë qejf ndryshim, në kjo se nuk dinë gjatë keq për atë person, domethënë aty ka me kanë betejë më e madhe për Renisin. Kështu që ky ka nevojë mbështetjen nga shqiptarët, sidomos këta që jetojnë në distriktin e tij, duket se është Rochester Hills, Troy, Shelby, disa pjesë në Shelby, edhe pjesë në Sterling Heights. Domethënë ky distrikt është pak i çuditshëm, edhe shumë herë këta republikanë për shembull kanë krijuar këto distriktet të jenë të favorshme. Kjo është edhe një problem i madh, domethënë për Renisin, por nuk është i problem që nuk mund të fitohet, sepse ai që e ka sot për sot këtë zonë, edhe është reprezentuesi i këtij vendit, ai ka fituar dikun me 800 vota, mramën e herë. Domethënë shumë e afërt, ka potencial dhe mundësi, por resourcet i ka për nevojë Renisi, edhe duhet prap name recognition, 100%. E në kjo se nuk fokuson në name recognition të 3 kandidatat, Suzana jo gjithashtu sa kanë edhe kandidat më parë, edhe kanë si përfaqësuese e luturisë, edhe njerëzit e njohin, por ajo ka një gjë pak më të vështirë, se duhet me ka gjantësisht me prun njerëzit për me votuar për ta. E njëjtin vetë, domethënë në Koboha, jo ku shkojnë normalisht me votua, kështu njerëzit nuk e kuptojnë, edhe duhet me kanë domethënë anëtar i partisë. Kështu që shqiptarët një ditë, nëse se dishojnë me bëj mirë për me ndihmuar një kandidat, nëse nuk janë demokrat, bëhen demokrat për një ditë me bën votën,
Dhe edhe masa ne mund me tërnua partinë mund këthyë Republikanë si që janë kanë. Okej. Pyetja e fundit, shqiptarët kanë një natyrë handicap, e themu këtë, që nuk votojnë. Absolutisht. Qa duhet me ba? Hullumtimet që janë bën nga shteti dhe mundën qartë me pa, ata janë të regjistruar shumë, sidomos për shembull në vendin ku është kandidat Robert Lëvizjura, i ke më tepër se 20.000 shqiptarë që jetojnë, janë të regjistruar si votuesa, por nuk votojnë. E kjo është fatkeqësia e atij vendit, ata duhet dalë me votua. Duhet dalë me votua për Robert Lëvizjuraj, sepse e ka një peshtra 20.000 vota, janë shumë. Edhe gjysë aty në Mekane, ai kalon, edhe e fiton. Por panin të shqiptarëve nuk është e garantuar. Avokat, ju faleminderit për këtë analizë të hollësishme të këtyre situatave dhe natyrisht për mbështetjen që i bëni kandidatëve shqiptar. Me kënaqësi, shumë faleminderit. Nuk do të zgjas shumë me biseda për arsye se ju e dini tonë vetë se sa e ka minutin advokati. Ashtu që vetëm me fjalë shkurtra. Në emër të Institutit Shqiptar Amerikan dhe antarëve të saj, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Për rëndësinë e këtij tubimi nuk është nevojë të jap shpjegime se çdo njëri prej jush e dini. Dua vetëm të ju njoftoj se misioni i këtij Instituti Shqiptar Amerikan për këtë vit është të mbështesim kandidatët në zgjedhje në pozitat përkatëse. Dhe me këtë rast përshëndes dy antarët e ri të këtij instituti, zonjushën Mariana Palushaj, avokate, dhe zotrinë Renis Nushaj, avokat. Sonte nuk po lurojmë, ne po merremi me kahjet e komunitetit tonë. Le ta ndërtojmë këtë të ardhme së bashku. Historia nuk pret, dhe as ne nuk mund të presim. Me lejoni në emër të Institutit Shqiptar Amerikan, t'ju uroj Renis Nushaj sukses në udhën e tij drejt Senatit të Michiganit. Po të njëjtën kohë duhet të uroj Suzana Shkreli sukses në udhën e saj për sekretare të shtetit të Michiganit, kurse Robert Lëvizjuraj udhën e tij drejt Kongresit Amerikan. Vetëm të bashkuar behemi të fortë. Zoti e bekoft popullin shqiptar, Zoti e bekoft Amerikën. Dishoj me falenderua Zotin e shtëpisë Koli Vanaj për këtë tubim të rëndësishëm të fushatës Renis Nushaj, të cilën e njoh tash 25 vjet dikun, mos më tepër, dhe mendoj që ky është kandidati i preferuar jo vetëm për shqiptar, por edhe për amerikan. Ashtu me bani fushatë shumë të rëndësishëm për rajonin ku kandidon, por është edhe kur je përfaqësues si senator i Michiganit, keni peshë të rëndë për ato zgjanrat që na përkasin ne si qytetar të shtetit Michiganit. Ky ka disa ide shumë të mira, një prej tyne është inshuranca jonë që e paguajmë çdo jani që jem këtu, çdo jani në publik, amerikan, shqiptar, arabian, ka po di vetë se për i ka janë, e kanë me rëndësi se sa paguajnë, jem të paguat të për shumë me atë coverage ose atë mbylesë që është me pak. Domethënë reformat e 2019-s janë kanë dështuese, nuk janë kanë të mira për ne si qytetarët e Michiganit. Renisi e kupton ata, ajo është një aspekt pozitiv e tina, por ky ka energji dhe ka ide shumë ma të mira se sa kanë kandidatët të tjerë. Ka nevojë mbështetjen e shqiptarëve. Shqiptarët e kanë një gjatë të hershme që feja e shqiptarit është shqiptaria, por këtu në Michigan edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politika e shqiptarit është shqiptaria. Na duhet me vun panas si shqiptar, a jem demokrat, a jem republikan, a jem independent, pa mvarun, na duhet me votua kandidatat tanë, shqiptarët.
ju do të regjistruar në mënyrë të favorshme strategjike për të votuar këta kandidat tanë shqiptar. Renis Nushaj, Suzana Shkreli, Robert Luvgjuraj. Unë i mbështes të tanë se janë shqiptar, kanë zemrën shqiptare, kanë mendimin shqip, kanë dëshirën shqip, e vetëm ata mund të na përfaqësojnë në mënyrë pozitive me ne advancua ne si kombë, si pakic të këtij vendit. Na nuk jem çlyja, inshallah nuk çlyna. Inshallah gjunga shqype ka me vazhdua në këtë tokë si ka vazhduar në tokën i lire shqiptar. Në Kosovë, në Shqipëri, në Maltezi, në Greqi, në Maqedoni, në Turki, kudo që janë, vazhdoft në Amerikë si ka vazhduar në ato trojet tona të hershme, të lashta që kanë qytetërimi ta në Evropës. Ju duhet ndihmua financialisht, se ka nevojën financiale, për me mujt me pa një fushat të rëndësishëm fitore, dhe besoj që kemë pas fitore në kjo se është strategjia dhe është financimi. Fatmirësisht, shqiptarët po dalin me financua. Robertit e di se 85%, Robert Luvgjuraj, 85% e financimit u ka nga shqiptarët. Dhe më thonë, jem krenar se 85%. Kjo se 85% e shqiptarëve dalin me votua për Robert Luvgjuraj, a i ka me fitua. Kjo pësën se 85% e Renis Nushaj që e përkrahin, dalin me votua, për duhet me dalin me votua. Prej shpijet, mund është me votua, se mund është me qua volatin në post, dhe laja është një mënyrë të më dhenë, mendoni se si kini me votua, po votën jepjeni, sepse vota është me rëndësishme, aja është fuqia, aja është e mënyra që ju keni përfaqësim në shtetin e Michiganit dhe shtetin federal, shtetet e bashkuarit Amerikës. Për sot kemi një shans aq të madh me kalua 3 kandidat në shtetin e Michiganit, 2, edhe në shtetin federal, shteteve të bashkuara, edhe imagjinoj se sa mujmë na me ecë përpara me ata. Fitoria band veten, fitoria kor fitoren. Ju, kjo se humin, ju keni hum, jo kandidatat, sepse ju duhet aktivizua, ju duhet me lanë votën, ju duhet me punua me këta persona që dalin fituesa. Faleminderit shumë, edhe një herë, faleminderit Skoli Vanaj, familjes e tina që në e banë këtë mundësi për më bashkua sot këtu, për me përkra një bashkat letar të dashtun, një person që meriton mbështetjen tonë, si kandidatat tjerë. Dhe më thani, kem kandidatat aq të mirë sa nuk mundi me imagjinua humbjen e tyne. Shumë faleminderit për jush. I just want to start off by saying good evening to everyone. Thank you so much to everybody who came here. Thank you to Renis Nushaj for allowing us to have a reason to engage and become a community as one. I joined this association as a young Albanian attorney because I just think it's so beautiful to see us come together. You know, Albanians were so strong, we're such hard workers. Everyone in this room, we're all intelligent, we're all business owners, we give back to our community, so it's just so beautiful to see this as somebody who's young and who has just started off in my career. It gives me passion for the future. Tash kam edhe ma shumë vullnet për shqiptar hane, si po bashkohet në kështu me njëri tjetrin, gja ma bukur s'ka se që kam pasu unte. So, duhe me ju arua tanve, shumë faleminderit edhe për koljen që më ka mesajgje, më ka thirr, edhe faleminderit tanve që keni arë këtu. So, thank you very much. Thank you guys. Thank you. Faleminderit shumë të gjithëve për pjesëmarrjen. Faleminderit që jeni këtu, faleminderit për mbështetjen. Edhe unë do ta ndroj çik nga fundi të çetën në anglisht, por për sparë do të thosha një faleminderit zotit Koli Vanaj. Faleminderit gjithë familjes Ivanaj për ndihmën, për mbështetjen. Unë teknikisht nga ana familjare ne jemi të lidhur me martesë me këtë familje. Kështu që jemi në një farë mënyrë të lidhur me gjak, ashtu sikurse me çdo shqiptar. Kështu që mbështetja juaj është tema se vyrë për mua dhe ju falenderoj me sinqerisht. Gjithashtu do të falenderoja mikun tim Joseph Zetvukaj për fjalët e këndshme. Josefi ka drejt. Unë dhe Gjo njihemi prej 25 vjetësh, nuk e di sa janë bota, janë bëkoj gjatë. Edhe është interesante se çdo fjalë që zoti Zetvukaj tha sot,
është pak a shumë fushata jonë e të tre shqiptarëve që janë duke kandiduar sot. Fushata ime, fushata e Suzanës, fushata e Robertit, gjithë një farë mënyrë po thonë një dhe gjë, që është, nëse ne mbështesim njëri tjetrin, pa rëndësi ka ngabim, pa dallim feje ka një ide, atëherë fitoria do jetë e pavitueshme dhe fitoria do jetë e nevojshme, sepse ne si komunitet kemi nevojë për këtë lloj përfaqësimi nga do që të kthehemi. Gjithashtu duhet të falenderoj Marianën. Mariana, faleminderit. Mariana punon me minimalisht me 3 miqtë e mi të mirë me të cilët kam shkuar në shkollë. Faleminderit për mbështetjen, faleminderit për prezencën, faleminderit për fjalët e këndshme. Po faleminderit gjithë juve për ardhjen, për mbështetjen këtu. Kjo është diçka shumë e rëndësishme për ne, për secilin për ne që kandidojmë. Kur folëm fillim fare me Kolën lidhje me këtë mbrëmje, dhe Kola tha do e lëm ditë shtune. Edhe unë me thënë drejtën, e thash, Koli, je sigur se ditë shtune, këtë do sjellin ne ditë shtune që të lej familjen, të lej miqt, të lej fundjavën për të ardhur për të marrë pjesë në diçka si puna kësaj. Edhe Kola tha mos ki merak këta, do vi plot. Edhe prezenca juaj këtu tregon që Kola jo vetëm që ka drejt, por që shqiptarët mbështesin njëri tjetrin dhe ajo është diçka e nevojshme. I will also want to say, for purposes, and I won't keep you long, I promise, I wanted to say that we live in extraordinary times. I think we can all recognize that. The extraordinary times demand extraordinary effort, and doing the same old things just doesn't work. That's why I'm running. I'm running to provide solutions to a series of problems that we're all experiencing. And those problems, just like Joe said, they don't have a tilt at the end of the day. It doesn't matter whether you're a Democrat or a Republican. When the roads are terrible, the roads are terrible. It doesn't matter who fixes them, right? When the infrastructure is failing everywhere in this great state, it doesn't matter. My friend, Mr. Duhana, and I were talking just a moment ago, and he said, we have better roads in Albania than we do in the state of Michigan. And I think those of us who travel to Albania know that to be an exact truth, right? We do have better roads in Albania than we do in Michigan. And that is an absurdity in the greatest and wealthiest nation in the history of mankind, as is this country, as is this state. We need to be able to give those solutions, and I think our plan to be able to provide them is the best one in the field. So with your help, with your support, I will ensure exactly that. I will win this race. I will win this primary on August 4th with your support. We will win November 3rd. I thank you for your support. It will take effort. I'll take your votes. I'll take your funding. This is the state of Michigan. We have to run, obviously, and we need money to do so. So we'll take your money. Make sure you donate. Make sure you support. I appreciate your presence. I will appreciate your presence going forward from now until the primary on August 4th, and I'll appreciate your support from now until November 3rd. This is all necessary, it's doable, it's achievable, and we're long overdue in this community. We need our representatives in order to make this happen. Thank you. Enjoy the rest of the evening. If I don't know you, which I do, but if I don't know you, I want to meet you, I want to earn your support. Thank you so much for being here. I appreciate it. Përshëndetje të gjithëve, Kolivana e faleminderit për këtë tubim. Dëshiroj që këtë tubim të jetë një tubim i mirë për Enisin, për Robertin, për Suzanën, dhe me shpresë që ky vit të jetë një vit historik për kombin tonë shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në emrin tim personal, në emrin shoqatës Malësia e Madhe, u dëshiroj suksese. Uroj që të vini aty ku keni edhe qëllimin juve dhe me gjithë neve të bashkut. Neve jem këtu për të ndihmuar, çka të mujmë, nuk do të kursehemi. Mesazhi im është që të gjithë së bashku të përkrahim të gjithë ta kandidat dhe kryesorja siç e përsëritin të gjithë, kryesorja është që të dalim me votua. Vota është, u mendoj, ajo që i çon këta aty ku edhe janë nisë në stolin e Senatit. Edhe njëherit faleminderit gjithëve, me shpresë se herave të tjera të bashkohuna përsëri dhe për të uruar fitoren e madhe Renis Nushaj. Faleminderit. Zotëri Kolivane, faleminderit për organizimin, bujarinë e juaj dhe gjithë ata që e bën për Malësinë, Kosovën, Shqipërinë dhe çdo njerin. Edhe njëherë, zonjë e zotëri, faleminderit për kohën e juaj. Faleminderit për pjesëmarrjen e juaj. Çka jena të bu sot? Sot jena të bu për me përkrahë Renisin, një djalë shumë i ri,
entuziastik. Si ta përshkruaj Renizin? Renizi përveç se është advokat, pikpamjen time, ndoshta nuk di hiç, por unë e vlerësoj edhe si diplomat. Ai do ta prezanton mas parti çdo banor të Michiganit, pra nuk do ta harron edhe gjakun e vet, gjakun e shqiptarisë. Çdo ndihmë e tij është ndihmë jonë. Renizi është një pasqyrë që i tregon trive tonë se nëse Renizi mund me ba, edhe fëmija tonë mund me ba. Atëherë një dhe i herë, të gjithë ju që e keni lanë familjen juj, kohën e juj, e merr një pjesë, edhe për bujarin e Kolës, ju falenderoj nga zemra. Keni ba një njerë, jo Kolës, jo Renizit, po i keni ba një njerë mbar shqiptarisë. Edhe i herë, faleminderit për pjesëmarrjen e juaj. Renizit i urojmë veç suksese dhe vetëm suksese. Faleminderit. Sparit herë dua me falenderua Kolivanin për këtë thirrje, për këtë bukuri që e ka mason dhe gjithë neve. Bravo të qoftë, nuk e para herë që i ban këto gjanash, por vazhdo, sa më shumë me ban. 40 herë përgëzoj Renin për iniciativën e tij që e ka marrë. Inshallah, na thonë valsor dal me hajër, fiton ky edhe çdo shqiptar që e merr këtë rrugë. Na prap sa më shumë të bashkuam, të ndihmojmë njëri tjetrit, vazhdojmë, është kënaqësia më e madhe kur ban shqiptarët bashkë. Sa ashtu që urime, përgëzoj, çka do të mund me ndihmua si në mendim edhe në mendim Jehovës Malësisë, aty do të jem sa më parë, vazhdojmë, jetojmë, bashkojmë sa më shumë, së bashkut. Faleminderit gjithëve. Nga zemra u përshëndes të gjithëvet, mirë mbraman, mirë se më bashkua, Zot Nikol, kjo është faqe bardhë për qeramin, mikpritjen, ta kthej Zoti më të mirat veta. Të urojmë sukses, Renat, shumë të mira për parim, në mesin e familjes, në mesin tonë, vetëm Sparit. Fitore, në novembra, i ke mbarë popullin shqiptar me ty. Urojmë sukses Suzans, i urojmë sukses Robertit, e thash Zoti, popullin shqiptar vetëm për para. Për nga zomar, e u gjet jeta. Prentice, known you for over 20 years. And I'm not speaking as a Republican tonight, so no fear. But as an Albanian and as an American, there's nobody better for this job, but what's it gonna take? I've been there, done that. Money, money, money. And like Joe said, get out and vote. Get out and vote, because we can give them all the money in the world, but if we don't accompany it with the vote, it's for nothing. So just wanna wish you a ton of luck. You're the right man for the job. And please, I would like to know some of your ideas. Maybe you could speak to the younger, constituents here. So maybe let us know some of your ideas. Thank you and God bless. Kola erë që ka bërë gjithë të organizim kështu, faleminderit shumë, familjes Ivanaj, thash pra, ka motrën time, s'ka motrë tjetër, ja Magdalena Ivanaj që na ka lidhë gjithve. Faleminderit shumë, Kol, për gjithë të organizim. Nuk është vetëm për Renisin, për të mbledhur kombin ton bashkë. Edhe gjithë to që kanë ardhur sot, kanë lënë familjet shtunën, është në darkë, është diçka një arritje shumë e madhe. Faleminderit shumë. Siç thamë, Reni, po shkon për senatin e shtetit, me ton drejtën, diçka e vështirë për familjen, një vështirësi shumë e madhe, me gjithë ato unë e suportoj shumë. Ai ka, domethënë, është i pasionuar mbas saj, nuk është diçka që është, për shembull, unë ma kishim vënë punën atij, nuk do ta bëja dot, kështu që e përkrajmë gjithë, është siç tha edhe Joe, që e tha shumë mirë, që ai është the person that should be doing this job, sepse ai le çdo gjë, edhe avokaturën vet, punën e vet, vetëm që të ketë mundësi që të bëjë një diferencë në shtetin Amerikan ose në shtetin e Michiganit në këtë
në këtë kohë. Kështu që e suportojmë gjithë, edhe inshallah kanë edhe votat e tuaja, lutem, votoni në gusht e ka ai, me 4 gusht janë primaries. Again, Kol, faleminderit shumë për organizimin, një gjë shumë e madhe, faleminderit gjithë ju për që keni ardhur këtu. Faleminderit gjithë.